Dyshohet grabitje 2 kazinove në Tiranë, Ilir Lelo e kapet me armë në dorë duke vjedhur me dhunë parat. Dyshohet edhe për një grabitje tjetër. 2.7 ton kanabis sekuestrohet nga policia italiane në Rom. Droga ishte fshehur në një oficinë automjetesh. Arrestohet një shqiptar dhe pronar italian. Tjetër përplasje e PS-LSI këtë radhë për lojrat e fatit. Petrit Vasili deklaron të gjitha votat kundër Bigjozit. I kërkon Ramës të sjellë ligjin në kuvend në janar. Australia dhe Zelanda e Re, 2 vendet e para që pritën vitin e ri 2017. Miliona njerëz shijojnë spektaklin e fishek zjarreve në qendrat e kryeqyteteve. Ndrimi i viteve sjell fest maraton në ekranin e Vision Plus, spektakël, humor, filmat më të mirë, muzikë zgjedhur dhe dokumentar për disa ditë magjike. Të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Vision Plus. Policia e Tiranës publikoi pamjet e arrestimit të Ilir Lelos, 45 vjeçarit që grabiti 2 kazino brenda pak minutash në Tiranë. 45 vjeçari dyshohet se është autori i vjedhjes me dhunë edhe të një tjetër pike lojra shfati në rrugën e Elbasanit. Ky është momenti i arrestimit të 45 vjeçarit nga Tirana, Ilir Lelo. Mbrëmjen e të premtes ai grabiti një kazino dhe tentoi të vidhte me armë një të dytë brenda harkut kohor prej 38 minutash. Ilir Lelo zgjodhi të grabisë të parën një pikë lojra shfati pranë zogut të zi. Ai kërcënoi me pistolet punojësit e parë, më pas shkoi tek arka duke i vënë pistoletën në kokë punojësit e duke i marrë 80.000 lekë. Në pak sekonda Lelo del qetësisht nga kazinoja. Me njerë pas grabitjes, punojësit kanë lajmëruar policinë e Tiranës se cila është vënë në ndjekje të tij. Por Ilir Lelo nuk u mjaftua vetëm me një grabitje. Pak minuta më vonë, ai u drejtua një tjetër kazinoje, këtë radhë pranë prokurorisë së Tiranës. Pikërisht në momentin kur ai po merrte lekët, oficerët e komisariatit numër 3 u futën në brendësi duke arrestuar. Ilir Lelo mbante në kokë një kapuç për të mos identifikuar. Sipas policisë, autori ishte i pajisur me një pistolet model 54 i tipit TT. Burime nga policia bëjnë të ditur se 45 vjeçari Ilir Lelo dyshohet edhe si autori një tjetër grabitje pak ditë më parë në një kazino pranë rrugës Elbasanit. 2.7 ton hashash u sekuestruan nga policia italiane gjatë një operacioni të zhvilluar në Rom. Droga ishte fshehur në një oficinë automjetesh, ndërkohë që 2 poseduesit e saj, një italian dhe një shqiptar, janë arrestuar. Një sasi rekord drogë është sekuestruar gjatë një operacioni të policisë italiane ditën e premte. 2.7 ton marijuanë u gjetën në një oficinë automjetesh në Colburo, në periferi të kryeqytetit të Rom. Në pranga përfunduan 2 persona, një shqiptar dhe një italian. Lënda narkotike ishte ndarë në 126 pako. Shqiptari arrestuar është një 46 vjeçar punonjës në oficinë, ndërsa italiani rezultonte pronar i saj. Karabinierët mbritën në zonën ku u gjet droga, ku kryen një kontroll të hollësishëm. Një pjesë e kanabisit u gjet e ngarkuar në një furgon, ndërsa pjesa tjetër ishte vendosur në një bodrum. Nuk dihet ende nëse ka patur persona të tjerë të përfshirë në këtë rrjet të trafikut të drogës. Policia italiane vazhdon hetimet për të zbuluar se nga vinte marijuana dhe destinacionin e saj. Gjatë muajve të fundit në Itali është sekuestruar një sasi e madhe lëndësh narkotike ardhur kryesisht nga Shqipëria, një pjesë të cilës është transportuar përmes skafeve. Disa trafikantë shqiptar janë arrestuar nga policia. Tjetër përplasje mes LSI-s dhe PS-s këtë radhë për ligjin e lojrave të fatit. Petrit Vasili ka reaguar pas deklaratave të kryeministit Rama, duke thënë se të gjitha votat e LSI-s janë kundër Bigjozit. Rama le të sjellë ligjin ta votojmë që seancën e parë janarit, ka theksuar zëvendës kryetari i LSI-s. E vërteta është që unë nuk kam ndryshuar asnjë presje nga ajo që kam thënë dhe ashtu e kam bindjen time. Ashtu siç është vërtet që nuk ja kam dalë të imponoj këtë bindje në një majorancë parlamentare që është e përbërë nga njerëz që kanë bindjet e tyre, kanë idetë e tyre. Pas deklaratës së qartë të kreut të qeverisë për mungesën e votave brenda mazhorancës, ka reaguar LSI, e cila e përjashton veten nga ngërçi i numrave që parashtroi Rama.
Për zëvendës kryetarin e kësaj force politike, Petrit Vasili, problemi është shumë i thjeshtë për sa i takon LSI-s. Në një deklaratë për mediat, ai thotë se qeveria mund ta sjellë në nisje të sesionit të ri parlamentar ligjin për mbylljen e lojrave të fatit. Kryeministri mund ta sjellë ligjin për mbylljen e Bixhozit që në seancën e parë të janarit. Të gjitha votat e grupit të LSI-s do të jenë pro mbylljes. Nëse një deputet i vetëm i LSI-s nuk do ta votonte, ai do të përjashtohej nga grupi. Antari i grupit të LSI-s që zvoton do të bëjë antar i Bixhozit. E duke i dhënë mbështetje nismës ligjore, zyrtari i lartë i Partisë Aleate Kryesore të Partisë Socialiste në koalicionin qeverisës mendon se kryeministri mund të bëjë bashkë të gjitha votat e nevojshme brenda kampit të shumicës parlamentare. Bixhozi, kjo sëmundje e rëndë shoqërore, e ka të qartë çorimin dhe çrronjosjen. Besoj që deri në mbledhjen e parë të parlamentit në janar, Rama do t'i bëjë bashkë të gjitha votat e grupit të Partisë Socialiste. Në pak javë i japim pra fund një herë mirë problemit të Bixhozit. Pak pasi mori pushtetin, në vjeshtën e vitit 2013 nisi operacioni kundër lojrave të fatit fund të marrëzisë. Kryeministri e kishte vlerësuar Bixhozin si një krim që cënon familjet shqiptare. Por ndërkohë, parlamenti ka miratuar këtë dhjetor nismën e cila shtyn me 2 vjet të tjera efektet e ligjit për lojrat e fatit, nga 31 dhjetori 2016 në 31 dhjetor 2018. Kancelaria Merkel i dërgon mesazh terroristëve: jeni vrasës të mbushur me urrejtje, por nuk do të na imponoheni dot për mënyrën se si do të jetojmë. Donald Trump i thur elozhe homologut rus Vladimir Putin vendimin për të mos larguar diplomatët, një lëvizje shkëlqyer e një buri të zgjuar. Zelanda e Re dhe Australia ishin dy shtetet e para që pritën vitin e ri 2017. Tradita e fishek zjarreve nuk ndryshoi. Qielli në Sydney dhe Auckland u ndriçuan nga dritat e tyre shumëngjyrëshe. Viti i ri 2017 rokiti në Australi. Qendra e festimeve si zakonisht ishte Sydney me spektaklin e mrekullueshëm të fishek zjarreve në urën e famshme Harbour Bridge. Mbi 1.5 milion njerëz shijuan momente të mrekullueshme. Këtë vit u hodhën disa ton fishek zjarre. Festimet ju kushtuan edhe disa prej legjendave të muzikës që u ndan nga jeta këtë vit, ku nuk munguan fishek zjarret në ngjyrë vjollc në nderim të Prince. Viti i ri mbërriti edhe në Zelandën e Re. Festimet më të mëdha u shënuan në Auckland me një spektakël fishek zjarresh nga kulla Sky Tower në qendër të qytetit, 328 metra e lartë. Njëra njerëz shijuan magjinë e tyre për rreth 11 minuta kur qielli u ndriçua. Viti i ri erdhi gjithashtu edhe në ishujt e paqësorit, përfshirë Samoan, Tongën dhe Kiribatin. Shumë kryeqytete të botës pritet të festojnë ardhjen e 2017-s. Festa e ndrimit të viteve në ekranin e Vision Plus do të jetë e magjishme. Një maraton transmetimesh që do të zgjas disa ditë ju fton të shihoni spektaklin, humorin, filmat dhe dokumentarët, të cilët janë përzgjedhur si dhuratë për shikuesit. Vision Plus këtë vit feston ndryshe, si televizioni kombëtar privat, ndaj edhe paketa që ju sjell në pragun e ndërrimit të viteve, është një magji më vete, plot spektakël, humor, dokumentar dhe programe që dalin jashtë studios. Nisi këtë mëngjes me emisionin 7-5, por me një takim ndryshe, pasi moderatorët këtë mëngjes të fundit të 2016-s dhuruan për fëmijët që nuk i kanë prindrit shumë buzëqeshje, me urimin dhe mesazhin për ta bërë jetën e tyre edhe më të bukur.
Festa sapo ka nisur në Vision Plus, pasi për 3 ditë ofrojnë 3 spektakle në prime time për të kënaqur të gjitha grup moshat dhe për të përmbushur të gjitha shijet artistike përmes urimeve për një vit të mbar. Spektakli që do të ndesë fishek zjarret e festës është Tusi Kevales. Finalja e madhe e këtij edicioni të dytë do të nisë transmetimin prej 190 minutash në orën 21 për të kurorzuar fituesin e spektaklit të talenteve. Tusi Kevales premton performanca të jashtëzakonshme me më të mirët e qindra konkurrentëve që aspironin të bënin realitet ëndrat e tyre. Mbrëmja e parë e 2017-s nis me spektaklin më të mirë të humorit, ato që ka tërhequr miliona shikues kudo ku flitet shqip, Alpazar. Edhe Alpazar mundohet që në këtë tavolinë shqiptare të vi me humorin e vet. Besoj se do kemi një buqet të bukur humoristike për të uruar shqiptarëve me zemër gëzuar vitin e ri 2017. Festavion edhe mbrëmjen e 2 janarit në Vision Plus, humori zhvendoset në një tjetër ambient, në apartamentin 2XL, që sjell numra të rësisht origjinal, nisur nga ora 21. Janë 3 spektakle me shijen e festës, por Vision Plus nuk mjaftohet me kaq, pasi më 3 janar ekrani ynë ju fton në një sofër ndryshe, me muzikë tradicionale dhe humor, në më shumë se 100 minuta. Sofra tiranase ju sjell më të mirën e Shqipërisë së mesme. Policia shton masat për natën e ndrimit të viteve, si dhe për ditët e para të vitit të ri. Në të gjitha drejtoritë vendore në Qarqe është vendosur një grup i FNSH-s që do të patrullojë akset kryesore. Gjatë 72 orëve do të angazhohen në kontrolle 4500 punonjës policie. Në të gjitha pikat e kalimit kufitar janë marrë masat për shtim të sporteleve dhe të burimeve njerëzore, ndërsa për monitorimin e situatës në të gjithë vendin në gatishmëri janë edhe efektivët e drejtorisë së antiterrorit, si dhe njësia operacionale antiterrorizëm. Policia u bën edhe një thirrje të gjithë prindërve që të mos lejojnë fëmijët përdorin fishek zjarret pa praninë e tyre, ndërsa drejtuesit e mjeteve të mos përdorin alkool. Nata e ndrimit viteve në Tiranë do të shoqërohet me një koncert festiv në sheshin Nën Tereza. Bashkia ka përgatitur gjithashtu dhe festën e fishek zjarreve. Edhe këtë fund vit, Bashkia e Tiranës ka një ftesë për të gjithë ata që kanë vendosur ta kalojnë ndërimin e viteve në kryeqytet. Numëri i mbrapsht për të pritur vitin e ri me një urim për njerëzit e dashur dhe miqt do të shoqërojë minutat e fundit të 2016-s në sheshin Nën Tereza. Për gjithë qytetarët e Tiranës kemi planifikuar mbylljen e vitit me një koncert shumë të madh festiv. Janë këngëtarë që janë më trendi tani në këtë kohë, si Majku dhe Onati, Drena Bazi me Zigzakun, kemi Klajdi Selimin me grupin e vet dhe shumë këngëtarë të tjerë dhe shumë surpriza të tjera. Nuk do të mungojë edhe këtë vit spektakli fishek zjarreve nga Bashkia e Tiranës, ndërkohë që ajo u bën thirrje qytetarëve të mos shpenzojnë apo rrezikojnë për të festuar me to. Fishek zjarre do jenë si të sheshin Nën Tereza dhe të Bashkia e Tiranës dhe gjatë gjithë bulevardit. Mirë do ishin që t'ishim të gjithë të kujdesshëm, sepse Bashkia e Tiranës ka marrë masat që qielli do ndriçojë dhe do bëhet si ditë nga fishek zjarre. Muzika do të vijojë edhe pas spektaklit të fishek zjarreve. Koncerti festiv pritet të zgjasë deri në orët e para të mëngjesit të 1 janarit. Presidenti i Republikës Bujar Nishani ka uruar ushtarakët shqiptar të misionit paqeruajtës në Afganistan. Përmes një videokonference me cilësinë e komandantit përgjithshëm të forcave të armatosura, Nishani ka konsideruar ata si garantues të lirive. Në këto ditë të shënuara të festave, ju jeni larg familjeve tuaja, larg të afërmëve tuaj, por ju keni një vlerë më të madhe, sepse sot nuk janë vetëm familjet tuaja me ju. Sot me ju janë të gjithë qytetarët shqiptar. Sot me ju janë institucionet e shtetit shqiptar, është shprehur kreu i shtetit. Ambasadori Amerikan në Tiranë, Donald Lu, dhe i gjithë stafi i përfaqësisë diplomatike përmes një kartoline urojnë popullin shqiptar me rastin e festës së vitit ri. Në një postim në rrjetin social Facebook, ambasadori shprehet se ka qenë një privilegj të bashkëbisedojë me shqiptarët dhe të përgjigjet pyetjeve të tyre gjatë vitit që po mbyllet. Keni dhe unë shpresojmë të kemi më shumë argëtim dhe aventura me ju në vitin që vjen. Dhe sigurisht nëse ju keni ndonjë pyetje të minutës fundit mbi vizat, unë do t'i përgjigjem me kënaqësi në komentet më poshtë. Gëzuar, shkruan ambasadori amerikan
në urimin e tij. Një qerdhe e re është gati për fëmijët e kombinatit në Tiranë. Kryebashkiaku Velia i tha se fokusi kryesor i bashkisë mbetet tek të vegjëlit që janë e ardhmja e kryeqytetit. Viti i ri do të nisë me një qerdhe të re për fëmijët në zonën e kombinatit. Ata do të kenë ambiente të reja e kushte më të mira në qerdhen e tyre. Kryetari i bashkisë Erion Velia i tha se ky vit që po mbyllet mund të konsiderohet edhe si viti ku fokusi kryesor i punëve që ka bërë bashkia ka qenë tek e ardhmja e qytetit, që janë fëmijët. Tirana nuk është perfekte. Tirana ka ende shumë probleme. Ne kemi ende shumë punë për të bërë, por ditë them që ndihem shumë mirë me ç'kemi bërë për qerdhet dhe për kopshtet, sepse besoj kemi filluar mbar, jo duke bërë llogaritë për zgjedhjet e ardhshme, por duke bërë llogaritë për gjeneratën e ardhshme. Dhe vetëm kështu mund të eci përpara Tirana, me fokus tek puna, me fokus tek e ardhmja, duke shpresuar gjithmonë me optimizëm që ditët më të mira i kemi përpara. Velia i tha se puna e bërë me qerdhet dhe kopshtet do të jetë etaloni dhe standardi mbi të cilin do të bëhen të gjithë punët në vitet e tjera. Një 56 vjeçar ka humbur jetën pasi është përplasur me një mjet tip Volkswagen në aksin Shkodër-Mjet pranë një kryqëzimi. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e të premtes. Viktima është Ludovik Eilli, 56 vjeç, banues në Shkodër. Ai është dërguar me urgjencë për në spitalin rajonal, por për shkak të plagëve të marra nuk ka mundur të mbijetojë. Drejtuesi i mjetit 30 vjeçari Lazar Gjergji është shoqëruar në komisariatin e policisë. Mesazhin e fundvitit Angela Merkel e kishte për terroristët. Ju jeni vrasës të mbushur me urrejtje, thekson kancelaria gjermane, por ne jemi të lirë dhe ju nuk do të na përcaktoni mënyrën tonë të jetesës. 2016 ishte një vit gjatë të cilit Europa u godit nga disa sulme terroriste, jashtë të cilave nuk mbeti as Gjermania. Për kancelaren Angela Merkel, terrorizmi islamik mbetet sfida më e madhe me të cilën përballet vendi. Këtë ajo e theksoi edhe në mesazhin e përgatitur për këtë fundvit, ku përmendi edhe sulmin e fundit në tregun e Krishtlindjes në Berlin. Schon vor einem Jahr, am Silvesterabend 2014, 2016 ishte viti i provave të vështira, ndërsa ne vazhdojmë të jetojmë e punojmë u themi terroristëve. Ju jeni vrasës të mbushur me urrejtje dhe nuk do të mund të përcaktoni mënyrën se si ne jetojmë dhe duam të jetojmë. Ne jemi të lirë dhe të hapur. 2014 bewegte, hat auch in diesem Jahr nichts an Aktualität verloren. Merkel foli edhe për ngjarjet në Siri, veçanërisht në Aleppo, ku theksoi se është shumë e rëndësishme që Gjermania të strehojë njerëzit që i largohen konfliktit. Në prag të ndërrimit të viteve, masat e sigurisë janë shtuar në të gjithë Europën. Në Berlin, forcat e policisë në detyrë janë në numër më të madh, ndërsa edhe në Paris siguria është shtuar me forca të tjera pas kërcënimeve për sulme. Spektakli i fishekzjarreve në Bruksel do të kryhet po kështu në masa të larta sigurie, ashtu si edhe në Roma apo Madrid. Donald Trump nuk i ka kursyer lavdatat për homologun rus Vladimir Putin. Vendimin për të mos larguar diplomatët amerikanë i e quajti një lëvizje të shkëlqyer të një burri të zgjuar. Vendimi i presidentit rus Vladimir Putin për të mos dëbuar diplomatët amerikanë nga Rusia është përshëndetur nga presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump. Lëvizje e shkëlqyer, gjithnjë e kam ditur se ai ishte shumë i zgjuar, shkroi Trump në Twitter. Shefi i Kremlinit ishte shprehur më herët se qeveria e tij do të presë si do të zhvillohen marrëdhëniet mes dy vendeve nën presidencën e re. Dëbimi i diplomatëve ishte një nga veprimet e fundit të presidencës së Obamës, që u mor me argumentin se rusët kanë ndërhyrë në zgjedhjet amerikane përmes hakerimit, ndonse Rusia i ka hedhur poshtë akuzat. Pas reagimit të Putin nuk ka pasur asnjë kundërreagim të shefit të Shtëpisë së Bardhë. Megjithatë, senatori republikan John McCain e konsideroi sulmin kibernetik të rusëve një akt lufte dhe kërkoi që të bëhet më shumë ndaj sulmeve të tilla, duke vendosur më shumë sanksione. Ndërsa zyrtarët ruse kanë vlerësuar lëvizjen e Putinit duke shpresuar në përmirësimin e raporteve me SBA-n. Një deputet rus në këtë prag feste e cilësoi Obamën një Santa Claus të keq që deshi të prishte pushimet e njerëzve. I dashuri polici i gruas së ambasadorit grek në Brazil dyshohet për vrasjen makabre të diplomatit. Ai është arrestuar dhe ka pranuar se planin për vrasjen e kishte hartuar bashkë me të dashurën. Ambasadori grek në Brazil Kyriakos Amiridis u vra nga një policë brazilian që kishte pasur lidhje intime me bashkëshorten e tij. Policia e Brazilit ka arritur në përfundimin se gruaja e ambasadorit, 40 vjeçaria Françoise Amiridis, kishte planifikuar vrasjen e të shoqit
në bashkëpunim me të dashurin i cili pranoi se e kishte mbytur atë. Trupi pa jetë i 59 vjeçarit u gjet në një automjet të djegur në rrethinat e Rio de Janeiros ditën e njëjtë. Bashkëshortja e viktimës, i dashuri i saj 29 vjeçar dhe një kushëri i tij bashkëpunëtor në vrasje janë ndaluar nga policia. Ngjarja po hetohet si krim pasioni, ndërsa gruaja e ambasadorit ka mohuar të jetë përfshirë në vrasje. Ajo tha se autori i saj ishte polici brazilian, që deklaroi gjithashtu se kishte vepruar për vetmbrojtje pas një konflikti me ambasadorin. Ka qenë i afërmi i policit që ka rrëfyer se ishte ai që transportoi trupin e viktimës në automjetin të cilit ju vu zjarri dhe se gruaja e tij dhe i dashuri e kishin planifikuar vrasjen. Për bashkëpunimin ai ishte paguar prej tyre me $25,000. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon e ka përfunduar mandatin e tij të dytë dhe të fundit dhe ka mbajtur fjalimin e lamtumirës përpara stafit të tij. Ai deklaroi se ishte privilegj për të që drejtoi një organizatë që luftoi vuajtjet dhe konfliktet globale. Në një dekadë në krye të OKB-s, Ban Ki-moon tha se ishte përpjekur të punonte deri në arritjen e progresit dhe të fokusohej tek të drejtat e njerëzve dhe te dinjiteti i tyre. Ai bëri edhe shaka duke theksuar ndërsa ai vetë do të ndjek sferën që do të lëshohet nga Times Square për të shënuar ndrimin e viteve, miliona njerëz do të shohin atë që humbet punën. Në 1 janar në krye të OKB-s do të vijë kryeministri portugez Antonio Gutierrez. Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit visionplus.tv, si dhe në rrjetin social Facebook. Bashkë kemi përfunduar tu. Mirupafshim.